إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falënderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë dhe madhërojmë Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e tij të mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që na bëjnë dobi në çastin dhe në momentin ku s'ka dobi nga malli as nga evladi. Të nderuar, sot do të flasim për shpërblimin e madh që Allahu e ka lënë për një besimtar që mundohet dy vëllezër me i pajtu, dy vëllezër me i bashku, një burr e një gru me pajtu, dy të ndarë me i bo bashk, dy të përqar me i bo bashk, dy të hidhëru me i pajtu. Për këtë do flasim sot të dashur vëllezër. Çfarë shpërblimit e madh Allahu ka lënë për një njeri që e bën këtë punë fisnike e të mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e bën me dije dhe të qartë në hadithin që shënohet në Sahihun Imam Muslimit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ala ukhbirukum bi afdali darajatan min as-siyami was-salati was-sadaqa?" A do më u tregu për një punë që është në drejtë më e lartë se agjerimi, namazi dhe sadakaja nafile? Tu mësoj një punë që ka sevap më të madh se këto ibadete dhe adhurime që na i dim si shumë të mëdha. Na gjithë, kur flasim për ibadetet të mëdha, flasim për ibadetet sikur se është agjerimi, sadakaja, namazi, nafile. E thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a doni t'ju mësoj diçka që ka sevap më shumë se këto mi bën? Thanë sahabët, bena ja Rasulullah, si jo, më shpejt na trego. Sa më shpejt në trego, sahabët këshin qef me fitu sevap. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha islahu dhatil bayn, mi pajtu dy njerëz. Mi bo bashk, mi pajtu, mu bo ti sebeb, mi pajtu dy njerëz, e kish shpërblimin dhe sevapin shumë më të madh se sa me fal namaz nafile, e agjerim nafile, sadaka nafile. E dikush do thot, po pseve bash tash e thave këtë. Kemi ardhur me një zaman që njerëzit lënë se smeren me këtë punë. Po dhe me dash me hi me bo diçka të mirë, thënë, xha, këshir me ma mirë punën tonë. La ilaha illallah. Si be me këshir punën time. I them njëri tjetër, rime më su përzi. Çkoj ti thame, rime më su përzi rionës, rime më se prish rahat në kënë tonë. La ilaha illallah, s'na ka hije neve muslimanve kështu. A be ta tham një ribe mos e keq kuptosh, mos e këshire ti ban ibadet, ban tesbih, ban do. Jo. Me fe, me bo që këtë mirë, ato di mi bo bashk, është mas e vapë se me bo tesbih, me bo doa, me dhonë sadaka. E kundër ta me fe. E feja nuk është si pas qefit tem dhe qefit tëndë. Feja është si në kam su Rabbul Alemini, Allahu te bareke ve taala. Pejgamberi Allahu që është shembulli ynë dhe shembëltyra ynë, që na ka mësuar si me jetu dhe si me vepru, na e bën me dije këtë, dhe na thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul janna kull yawm ithnain wa khamis. Çelën dhe hapën dyert e xhenetit, çdo të hanë dhe të enjte. Dhe Allahu ja falë se cilit që Allahut si ka bo shirk. Për vetë se atymve dy njerëzve që janë idhnushëm me njëri tjetrin.
Pastaj tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe një herë, veç atyve që janë lidhnushëm me njëri tjetrin, veç atyve dy shokëve, dy vllaznive, çati burrit dhe gruas, e çatimve dy shokëve, djaranave që janë lidhnuar me njëri tjetrin, Allahu çatimve nuk va fal. A dyrt e xhenetit çelën. Krajm krah çelën dyrt e xhenetit. Dhe Allahu a fal besimtarve që s'kan bërë shirk Allahu, që thënë la ilaha illallah. Përveç se çatimve që janë lidhnuar me njëri tjetrin, Allahu atyve njerëzve nuk va fal. O vëllezër dashur, me kuptu se mu marë me i bashku njerëzit e me mbon asjat e mi këshilu që ata mu pajtu, o shumë ibadet i madhe, o shumë punë e madhe. O shumë punë e madhe dhe o shumë shpërblim i madhe. Dhe nuk është një zanat dhe një adet, aj kush dojle të bën, kush dojle mos të bën, se cili që mundet me kontribu pozitivisht, që dikujt me a thonë një laf të mirë, një fjalë të mirë, letë e bënë se shpërblimin e ka pa mas të Allahu Azza wa Jall, madje shpërblimin e ka më të madh se sa i cili është mshel në xhami, se sa i cili e kalon hajën dhe pinë dhe agjeron, se sa i cili jep parë sadaka. Veç mi po bashkë dy njerëz. Kjo dunjo pa qenë na bashk, s'ka point, s'ka lezet, s'ka shije. Bashkimi i jon, vllazëria jon, pajtimi jon, zbutja e zemrave tona, falja jon, jep point jetës tonë. Me një shtëpi që ka përçarje, s'ka lezet shtëpia, edhe nëse ndërtesë, me një xhami që s'ka xhamat, që s'mbledhen besimtarë kështu sikur na, s'kemi as namaz xhumoje zaten, s'kemi as namaz dreke as yatsie nëse na zbohemi bashk. Na bohemi bashk, edhe ibadeteve ju japmi point dhe shije, na bohemi bashk, edhe shtëpiave tona dhe shoqërive tona i japmi point dhe japmi shije dhe jeta jon dhe adhurimi jon bëhet më i mirë dhe më i ëmbël dhe më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një ditë duke qëndruar me Ibn Abbasin radhiyallahu anhu, transmetim që shënohet në Sunenin e Abu Davudit e që Nasruddin Albani e klasifikon si hadith të saktë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shef një burr dhe një gru. Dhe gruaja hec ke para, burri hec ke mbas. Dhe Ibn Abbas e kujtoi atë rast dhe shpesh e përmendke. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, apo e shef o Abbas, kjo po ec përpara kryen nalt e burri po e shkon mbrapa Mughithe ka pas emrin, kurse gruaja ka pas emrin Berire radhiyallahu anha. Thot, a e shef Mughithin, i shkojnë lot të cilët lot ja kanë lagë edhe mjekrën, i shkon mbas Berires, ajo se merr ndodh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk boni sabër, u çu dhe shkoi i tha, oj Berire, pse s'po i kthesh ta burrit tënd? Ja bëni me dije se sa shumë po don ky burr. Edhe nëse ka gabuar ndaj teje, pse s'po kthesh te burri jot? I tha Berila, ja Rasulullah, a jetu murdhnu? Apo jetë duke më këshillu? I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bel shafi'un, tha jo, veç jam të ndërmjetësu. As nuk jam të turdhnu, as nuk jam të këshillu. Jam të ndërmjetësu mes teje dhe këtij, se po du me ju pa bashk. Po du me ju pa bashk dhe jam duke pa se ky ka ndjenja për ty. Dhe nuk është mirë që këtë burr ti më lën që ka kësi ndjenja ndaj një gruaje. O vëllezër dashur, që sot jemi e xhumo, na kalun zgjedhjet që i patëm, edhe pse marrë madhe vlla me vlla çka kena bë. Po shiqir kalun, shkun, secili të bën tobe, le të pendohet nëse ka gabu diçka ndaj vllat të vet, a ka shkruaj diçka gabim, a e ka thonë ndaj llaf të rënd, se vallahi nuk ka rregull. Që sot s'kena më si mohabet. Ama nëse u ka idhnu me vllahun e vet, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një besimtar që si flet vllat të vet një vjet, që është hadith sahih, e ka gjunahin sikur me vra vllahun e vet. E ka gjunahin ka annama safaka damahu. Është sikur se sikur me pas vra vllahun e vet, sikur me pas bë shkak që ky me bë xhakdele te vllahu i vet.
Nëse dikush ka gabu, le të bën tybe, le të kërkon adhullëk të vllai vet sa është gjallë. Të kemi kujdes, sidomos të rasti burrë dhe gru, sidomos të këto trit që na martohen, që gjithë si shoqëri të kontribuojmë që ata mi mbajt bashkë. Është realitet se përmi 30% të martesave që janë bo vitin 2025 kanë dështu. Mos flasmi sa fejesa na kanë dështu. Ato që janë bo një qas zyrtar, ato që s'kanë mri me shku të ofiqeri mu bo një qas zyrtar, janë 1% plus që nuk di statistika e tyre që janë bo një qas veç me hoqë. Mos pyt. A ka mundësi na që të gjithë të kuptojmë se obligimi joni dhe ibadeti joni është që na gjithë me kontribu së bashku që dy njerëz mi pa bashkë. Veç shejtani gëzohet kur i dan dy njerëz bashkë, veç iblisi. Veç iblisi gëzohet kur dy njerëz i ndan nuk i shef bashkë. Më falni në lapsus. Besimtari kontribon me çdo sen që ka që dy të ri mi bo bashkë dhe mi pa bashkë. Dhe fatkeqësisht në shumë raste, kur ndërhyjmë në mosmarrveshje mes të rive, del që realisht mosmarrveshjen dhe inatën e kanë të mëdhët. E ka vjeri me babgjishin, e ka gjisha me vjerën. Ato me zveti bëjnë luft, a gjun me pluma i bëjnë e vlad të vetë. Hiq gajle se kanë se i marin në qafe vladin, për me i qu në vend inatët e veta. Dhe vallahi 90% të rasteve që me jipet shansat të flas me të rritë, 99% rasteve bëhen bashkë. A ka rastet tilla që hoxhës dhe dashamirëve nuk u alejojnë me fol me të rritë në vetmi, nga inati dhe frika se mos po bëhen bashkë. A harrojnë ato se na një qaj kimi bo, ato dy të ri me zvete, se kina bo një qaj vjerin me babgjishin, e as gjishin me vjerën. A ka mundësi vjerin me babgjishin me këshirë punën e vetë? A ka mundësi qaj vjerë e qaj babgjish me këshirë punën e vetë? Me ilon e vladin ratë me që jetë. E mos me ilon jetim në mes duke pas nëmë dhe babë, se vallahi që ato jetima kanë me i malku deri në ditën e gjykimit pse i kanë da prej nënës dhe babës. A jemi në mend të në Terezi se shka është duke në ndodhë dhe shka jemi duke bo. E si kontribojmë negativisht, e si bojmë argat të iblisit, që na me abo qefin iblisin kër e dajmë një burë një gru. E që ata kur të flasish me te, thë impresioni o shumë i madhë, dhe ajo ndikon tek ne që dhe na me zveti mu grinte mos me udashtë. Kur bisedojmë vetë me ta, a jemi në vetë dije që kemi mrinë në atë nivel, që dikush hoxhës mja incizu edhe telefonatën, kur e thirë bien e vetë apo djalin e vetë me këshilu që mos me unda. Ja incizon telefonatën me anëzirë në i lafë, që me lajmru edhe hoxhën policie dhe me ju kërcnu se edhe njerë me më thirë, ka me të lajmru si e duke më shqetsu në familjen teme. Edhe kësi njerës me zemra të prishta kemi në mesin tonë. Edhe kësi katila kemi në mesin tonë. Që dhe deri në këtë nivel shkon që dhe njerin që është dashamiri më i madh i bashkimit familjar edhe atë me largu që katien mos me ardhë deri te një bashkim. Vallahi këta njerës janë të gjalla ma janë me zemra të vdekt. Mjerë dhe vaj për ata. Mjerë dhe vaj për ata që bën shkak dhe sebeb me da një burë dhe një gru. Me kon një gru një nuse me lache, me ju vërsul gjithë shpia vallahi kanë me tërbu dhe kanë me bot keqe, nësi vërsulën gjithë. Me qenë një nuse maj keqe e botës, këtë shpia me marë më të mirë, vallahi kanë me zbut, hajvanin e gërsinën me marë, me idhën me hongër çdo ditë ushqim të mirë, kam u zbut, kam pau në uk të but, midis gazibabe. Ukin e kish but njeri, e kishte zbut njeri i mirë, me sytë e mje kum pa e di kusho njeri, ukin e kishte zbut, të e marë me të mirë, jo insanin, shpese e përmendi këtë shembull, që dikush thot shumë e keqe kjo, po kjo keti kalon për tybe, a i nam Terezi, a i nam veti. Edhe kush thot, vjeri thot, migja, daja, ati, kur kush iq? A i djali, buri vetë, hesht, thot,
çka me bo, që? Çka me bo, që? Kish farë halli kina ardhen. A kur ta mendojmë vetën, që ato babalar, që ato nana, a bashkit me mjarët e kanë pas jetën kur janë martua? Edhe ato kanë pas probleme, madje edhe më të mëdhaja. Ama baba e vetë, o konë mendar dhe urtari ka thonë burit vetë, e vladit vetë i ka thonë buri. Buri nuk e ban të madhe çdo i mësim. Ajo nana i ka thonë bijës e vetë, unë gjë kryen bi, dere huj është e hekrit, unë gjë kryen, ka përcen. Kretë që shtë betere kina pas. Jo klik për nivoje me që kitë katunin kom si një pull. Për një laf me që në kom kitë kabilen. Edhe bajgjim u mledhë që ato bura me diskutu se pas ka thonë aja apo kjo. Wallahi, sherin kitë bashkina me apa. Sherin bashkina me apa. A Muhamedi s.a.s. tha për nipin e vetë, kjo është zotri. Si cili që merë, a dini pse i tha zotri? Pse tha, ky ka mi bashku muslimant me zvete. Zotri është ai i cili është zotni, është agë, është esnaf, është njëri madh në syrin tem, se cili që kontribon mi bo bashk trit me zvete. Se cili që kontribon mi bo bashk vllaznet me zvete. Me ull topin, me ull gjakun e nxet, e me marr njëri tjetrin me të mirë, e mu bashku se vallahi bashk është jeta më e mirë se sa munda. Sepse kur ndan gjithë humbim, askush nuk fiton. Gjithë pa përjashtim humbim, s'ka fitimtar në ndarje. Allah na vedisoft e na udhzoft, na izbut zemrat e na përmirësoft, e na bëft nasip Allah që trive tonë Allah të sabër, gajret e durim, e të përbalojnë sprovat dhe sfidat që i kanë veçanti në çiftet e reja bashkëtorë. E kullu kauli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة